Miss Jamaica duke luftuar për jetën pasi ra nga skena në konkursin e bukurisë. Pak para finales në Miss Univers 2025, konkursi u trondit nga një ngjarje dramatike. Miss Jamaica Gabriela Henry pësoi një aksident të rënd në 19 nëntor gjatë provave paraprake në Tajland, kur ajo ra nga skena duke pësuar lëndime serioze. Sipas një njoftimi zyrtar nga organizatorët, Gabriela Henry ka pësuar hemoragji intrakraniale dhe fraktura të shumta në fytyrë ndër lëndime të tjera. Ajo ushtrua në spital në gjendje kritike dhe ndodhet në njësinë e kujdesit intensiv në Bangkok, ku vazhdon të monitorohet 24 orë nga një ekip mjekësor. Gabriela Henry humbi ndjenjat menjëherë pas aksidentit, ndërsa mjekët e trajtuan menjëherë dhe e transportuar në spital. Ngjarja e filmuar nga kamerat ka shkaktuar tronditje të madhe dhe ka hedhur një hije të rëndë mbi konkursin. Organizatorët kanë shpallur se do të mbulojnë të gjitha shpenzimet e trajtimit dhe të shtrimit të saj në spital, përfshirë edhe akomodimin dhe rehabilitimin e familjes. Për momentin, gjendja e Gabriela Henry mbetet e rëndë dhe nëna e motra e saj kanë udhëtuar për në Tajland për të qëndruar pranë. Pavarësisht situatës vështirë, nëse ajo tregon shenja përmirësimi, pritet që të fluturojë për në Jamaica me shoqërim të plot mjekësor për të vazhduar procesin e shërimit. Ky aksident vjen pas një seri ngjarjesh të tensionuara që kanë shoqëruar Miss Univers 2025. Para këtij incidenti të rënd, konkursi ishte tronditur edhe nga një incident i papritur, ku një nga organizatorët kryesor, Itzara Grisil, ofendoi publikisht Miss Meksikën Fatima Borsh, duke i quajtur budallaqe gjatë një takimi me konkurrentët në 4 nëntor. Ky veprim shkaktoi reagime të shumta dhe të forta dhe përfshiu largimin e Miss Meksikës dhe disa konkurrenteve të tjera në shenjë solidariteti. Pas kritikave të shumta, ai kërkoi falje, por u detyrua të largohej nga pozita e tij si organizator i konkursit. Ngjarja dramatike Gabriela Henry ka shtuar edhe më shumë tensione dhe kritika për konkursin, duke e bërë Miss Univers 2025 një edicion të vështirë dhe të mbushur me pasiguri. Publiku dhe pjesëmarrësit presin me ankth të reja për gjendjen e Miss Jamaicës, ndërkohë që atmosfera e konkursit është prekur thellë nga këto episode të rënda.